Me ndeshjet e Xhiros së 10 të fazës së play-off dhe play-out, përfunduan pjesët e rregullta të kampionatit në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve dhe tani më dihen edhe 4 skuadrat e para të cilat do të diskutojnë titullin e kampionit për sezonin 2025-2026. Pra UD Shtipi, Boreci Velesit, Strumica dhe Rabotnički janë 4 skuadrat të cilat do të luftojnë për titullin kampion. Çka të thuhet për ekipin Universiteti Tetovës, i cili në fazën e play-off në 10 ndeshjet ka pësuar, po aq disfata. Nga ana tjetër, në fazën e play-out ka mbetur vetëm edhe ndeshja e fundit mes ekipit Liria dhe Skopje, por në asnjë mënyrë nuk do të ndikon në renditjen përfundimtare. Shkëndija Tetovës me 10 fitore të njëpasnjëshme rënditet e para në fazën play-out para ekipit Liria, i cili ka vetëm 2 humbje.